Bërtit që tash. Jo, për ty. Unë e zbërtash. Dhe në këtë zhurmin e madhe do ta dëgjoj pasaj me shumë vëmendje. Zotin Zani, por e kam shumë të rëndësishme në këtë vëmendje të jashtëzakonshme, t'ju ftoj që t'yni ta votojevotën.com. Votojevotën.com është platforma e Bleron Baraliut, sepse po bëjmë matje të sentimentit. Dhe nesër pastaj do të nxjerrim rezultatet përfundimtare për disa prej komunave dhe do të na mbani për fjalë nëse të dielën nuk do të dalë mirë. Do të jemi të parë që do të parashikojmë rezultat një ditë para zgjedhjeve. Dhe ju do ta ndjeni gjithë atë. Por ajo çfarë është e rëndësishme është që të gjithë ju të hyni tek votojevotën.com dhe të përshkruani profilin tuaj. Dhe faqja. Shumë e rëndësishme, po dhe faqja. Po. Nashta njerëzit janë gakum, e shin me lexu. Nëse më lejon me lexu 3 paragrafa në 3 nene. Tjetër, zotë Matosh, unë jam i thtar i momenteve kur ti lexon. Jo, po veç për ju tregoj. Neni 6.1, 2.2. Pika 2.2. Kandidati për nënkretarët kuvendit nga radhët e deputetëve të komuniteteve të tjera që nuk janë shumicë, propozohen nga shumica e deputetëve të komuniteteve të tjera që nuk janë shumicë. Pikë, që shkujmë të tjetra. Pika 109. E akte verdiktit. Sa i përket kushtit e parë, gjykata verën se kushtetuta në paragrafin të 3.1.7, në mënyrë të qartë, përcakton se e drejta për të propozu 3 kandidat për nënkryetarit takon ekskluzivisht 3 grupeve më të mëdha parlamentare. 3 grup, pse nuk ka nisma, pse nuk ka aleanca nënkryetarit? Ai kuptoni për ju shqipti usen apo veç i një këtu me shpoll tradhtor, nëse him në debatin që shka ilu Mira Abdigjiku, kush është tradhtor, kush është patriot, unë e di kush është tradhtor e patriot, edhe për i tyne. Më fali. Edhe tash, me qitë një popull të tonë, 1 milion shpirta, 1 milion e gjys, me qitë ndaj thitje, me shkaravit kushtetutën e vetë që u fitu me gjake, me njerëz dhe me alatet tunë. Edhe ju më orë këtu me umunu, me justifiku suspendimin e kushtetusa, na jemi veç demokraci kushtetuse, s'kep që të sanë që na monë. S'kep, dhe që edhe pikën e fundit pja lezoj dhe unë e mbarova. Në për procedurën, kryetari i kuvendit kërkon nga deputetët bla bla bla, në rast të mos propozimit, dëgjone, të kandidatëve, si pas paragrafit 6, dineni, propozimi i kandidatëve bëhet me shart në prani të deputetëve të komunitetit përkatës. Kjo procedurë administrohet nga kryetari i kuvendit. Nëse ata nuk propozojnë, ata e kanë propozu nën e vetë e kanë propozu. Prandaj, me dol, me 2 kom, me shkel kushtetutën e vetë e mon, mire ka ky, mire ka haj. Me shpoll sëvët mire sëvët që, kush qeni mojë ju, me shpoll sëvët mire sëvët që. Sëvë Kosovës që e pranon shtetin, faleminderit. Që se pranon shtetin, le shkon më let jetën Serbi, se kom në pitër. Po s'përshkojnë, edhe s'pe pranojnë edhe s'përshkojnë. Edhe dyta, zote Abeti e konsideroj kritë pa nevojshme gjithë këtë britin, gjithë këtë zhurmë të pa nevojshme, kur kuvendi Kosovës ma fund është konstituu. Vëmendja duhet kthehet këtu, ne kemi... Konstituuar si pas qështë? është konstituuar, kemi hyrë në mandate tashmë. Po dhe ju në kalu me këtonë qështu. Po gjykota ta gjëj. Herën e parë është konstituuar. Ata gjëj gjykota. Në regull është sepse gjykota ka këtë drejtim të ki me zhurmën tonë. Do të për të kësaj kemi respektuar dhe është respektuar. Po më vonë. Është respektuar vendimi gjykatës kushtetuese, ka vazhduar me procedura. Gjithashtu kushtetuta e Republikës Kosovë. Ai saktëson. Absolutisht. Hajde zani. Edhe një pyetje kam. Ai saktëson kushtetuta e Republikës Kosovës që ndaj deputetit nuk do të ushtrohet presion. Deputeti ka të drejtë të votojë pro, kundër ose të abstenoj. S'kan dashur të votojnë për një kandidat caktuar. Ku është problemi këtu? A gabojnë dhe këja jo Grainca? Jo, absolutisht ka gabuar. Edhe plus asaj konsideroj shumë të rrezikshme këtë se kur votoj PDK për Dimal Bashën e gjykuam bukur shumë. Unë që jam pjesë e LDK-s, po kjo është e turpshme me thonë. Ishte vendim populist. Absolutisht jo. Po është gabim se populist. Vendim duhet të shmoj kohë. Pak për mua. Ta ndihmon shtetin krye institucionet e saj. Gjithë ditën e kanë gojën plot UÇK. Haga e komandant.
por aty ku dëshmohet kjo